Ermiona Lekbello u largua nga ferma VIP duke vendosur të ndërpresë rrugtimin e saj në garë. Ajo deklaroi se nuk ndihej mirë me energjinë në ambientin mes fermerëve, çka ndikoi në vendimin për t'u tërhequr. E ftuar në studio televizive, Ermiona u shpreh se është penduar për largimin kryesisht për shkak të mbështetjes së madhe që ka marrë nga publiku. Ajo tregoi se kishte kaluar orë të tëra duke lexuar mesazhet në rrjetet sociale, duke theksuar se nuk e kishte pritur një reagim kaq të fortë dhe pozitiv. Më vjen keq që dola. Nuk e dija që më doni kaq shumë dhe që ju kishte marrë malli kaq shumë për mua. Kam ndenjur deri në 6 të mëngjesit duke lexuar, por janë shumë dhe nuk i kam falënderuar dot të gjithë. Por do vi prapë për fitoren e Mozës. Jam bërë pishman vetëm për publikun që nuk do më shoh më. Shqipëria pas ka njerëz që nuk duan intrigat, nuk të fusin fikën dhe pastaj të qajnë, përderisa më doni kaq shumë, ju dua, ju adhuroj. Shqipëria ka shumë për të ecur përpara, u shpreh Ermiona. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.